Nuk do ta besoni se sa e thjeshtë është të përgatisësh bukë pa maja, dhe për ta pjekur sa më mirë na duhet një tenxhere kize që ruan nxehtësinë. Unë mora tek firma.el. Për të përgatitur tharmin na duhen 50 gram miell dhe 50 gram hirë. Vendosim në dollap për 2 ditë dhe majaja jon është aktivizuar. Për të bërë bukën, marrim tharmin që krijuam dhe i vendosim mjalë dhe ujë dhe e lëm për 30 minuta të pushojë. Më pas marrim miellin e elbit, miellin e grurit, kripën, vajin e ullirit, ujin, shtojmë dhe tharmin, më pas të përzijem dhe i vendosim disa fara. E lëm të pushoj në furr, furra duhet të jetë ngrohur 50 gradë, që brumit na vi më shpejt. Çdo 45 minuta bëjmë palosi si në video. E lëm brumin që të vi për 3-4 herë mbasi e kemi palosur. Më pas e vendosim në një enë të tillë dhe e vendosim në frigorifer për gjithë natën të fryhet avash avash. Të nesërmen ndezim furrën dhe e vendosim tenxheren ton ose të gizës për tu nxehur dhe e vendosim brumin me kokë poshtë dhe e presim në forma që ju dëshironi. Vendosa disa fara, ta mbyllim kapakun duke e pjekur për 30 minuta. Më pas ja hoqja kapakun dhe e posha për 20 minuta të tjera. Më pas e lash të ftohet që të pritej më mirë. Më surprizoi rezultati, nuk kisha pjekur ndonjëherë bukë më të mirë se sa kjo. Me këtë tenxhere nxitoni për ta bler dhe sepse oferta është deri me datë 31. Blej një tenxhere gize dhe merr një tenxhere të vogël dhuratë. Kjo është nga ato bukë që stomaku jon do na falenderoj. Nuk ka maja të shtuar dhe ka miell me elb për më shumë fibra.